Në kuadër të 8 maj, ditës ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe gjysmënës së Kuqe, u organizua nga Dega e Kryqit Kuq Pogradec ekspozita e 28 e vizatimit me titull Fëmijët dhe Kryqi Kuq, promovimi i vlerave humane. Në ekspozitë u paraqitën 90 punime nga fëmijët e shkollave 9-vjeçare të Pogradecit të apasionuar pas pikturës. Kryqi Kuq organizon konkursin e vizatimit me rastin e 8 maj, ditës ndërkombëtare të Kryqit Kuq. Dua të falenderoj të gjithë nxënësit pjesëmarrës të shkollave 9-vjeçare të qytetit, në veçanti mësuesit e vizatimit që organizuan këtë konkurs dhe në veçanti mësues e Almendën që organizoi konkursin dhe të gjithë aktivitetin. Punimet e nxënësve erdhën të prezantuara në Odeonin e qytetit në kujdesin e mësueses së vizatimit Almenda Sulollari. Në fund u dhanë përfituesit certifikata dhe dhurata. Të pranishëm në aktivitet ishin nxënës shkollash, prindrit e tyre dhe antarët e këshillit Violeta Kërxhalli, Irina Dhima. Nxënësit pjesëmarrës në ekspozit ishin përzgjedhur nga shkollat 9-vjeçare të Pogradecit, Koli Gusho, Muamer Desat Minarolli, Kol Koci dhe Kozma Basho.